Shikoj sa në momenti për të përgatitur super sandviqin, krokanta, crunchy që shtojnë Amerikanët. Do ta skuqim bukën me pak gjallë në të dy anët, një sandviq i thjeshtë që mund të hani, ta përgatuani të djelave, të haneve, tajteve, kur t'ja u dëm vreloçka e shpirtit zemrës. Çka na nevojitet për këtë recetë? Përshuta e famshme italiane mortadella. Atje konsumohet e derit, por unë u rotullova në Prishtinë dhe gjeta mortadella të pulës. Ja, pra këtu kemi përshut, mortadella të pulës, ja si duket. Ja, fantastike. Gati e preme prej fabrikës, do duket një sandviq shumë profesionale, elegant, po e quaj. Lypa burrata, për fat keq, 1 pikë ose 2 në Prishtinë ku shitet burrata dhe restoranet i kanë harxhu. Por kam bler një djath që quhet tomina. Tomina është një djath i butë, i famshëm italian, djath i bardhë i lopës, që përdoret për sallata, për sandviqa, edhe i ka vijata, dhe jo rastisht e ko marrë fërterën me vija, sepse them që do ta skuqim djathin në të dy anët, fitojmë pak ngjyrë të errët të kafës, do të na jap edhe më shumë shije, do të shkrihet, do të zbutet. Qa kemi tjetër? Kemi tigulion. Tigulio, shija më e re, ja po shumë edhe këto nuovo. E kemi me djath ricota dhe pistachio. Hajta hapim? Çfarë aromë. Fenomenal, ja? Kush nuk e don fëstëkun. Kemi gjalpën, gjalpën për bukën që ta skuqim dhe krejt në fund. Ka marrë ja vanja, e kemi shiqani pra, nga baziliko, borziloku i freskët dhe kemi brenda në shishe borzilok, ja. Dhe ja pra, po shihet, borzilokun e freskët e kemi brenda. Në fund pra, posa ta vendosim tek djathi peston me ricota dhe pistachio, pastaj të vendosim edhe pak vaj nga baziliko. Po qa është kjo kapak këtu? Me këtë kapak, kjo kapak realisht do të na ndihmoj që ta shtypim atë sandviq që ta ngjitet buka. Edhe po, kur jemi te buka, këta bukë e kam dhurat prej jashtë dhe haj thash atin çka krejt tëftuarit mysafirët i kom special. Haj thash po shkojmë sot edhe me një sandviq me bukë speciale. Ka fara mrenda, është e zezë, është bukë lara. Kur ta prej, do ta kuptoni tani. Ja, pra ju thash, ja si duket kjo bukë. Së çfarë arome, ha? Ja. S'është kek, po është bukë. Ja. Bukën e kemi pre, kjo që na ka ngel, po e mbështjellim, mos na thahet. Dhe tani është momenti që të krijojmë sandviq, por do t'i skuqim tash bukët. Çka na nevojitet? Fillimisht ta lshojmë shporetin në temperaturë mesatare. Dhe fillimisht t'i marrim djathin, ja, kështu. Tash, ta skuqim djathin anash në të dy anët, sa na merr ngjyrë dhe të na shkrihet, na zbutet etj. Dhe në fërterën e njëjtë do të vendosim gjallë për bukët. Dhe po i hekim unazat, po i veshim dorzat dhe po fillojmë ta gatuajmë, ta përgatisim realisht sandviqin më të mirë që keni hangër ndonjëherë. Okej, po shihet që gjalpa është shkri, kështu që menjëherë ja po marrim gjalpën, mos na prek djathtin, ja kështu. Okej, vendosim dy copë bukë.
E po presim deri sa të na skuqet, për edhe djathja ja ka fillu edhe me u shkri, o zotja. Është super djathë i butë. Ja pra, buka ka fillu me u skuq. Nuk të areshkim brendin shumë, pjesën e jashtme do të areshkim më shumë, kështu që pa humbur kohë, do të marrim ja përshutën kështu. Ja. Dhe në fërtere do të fillojmë përgatitjes e sendviçit. Ja pra, përshutën do ta vendosim kështu të rrudhër, ja. Ja kështu. Ja pra, fillimisht kështu, pastaj ja kështu. Ja edhe një copë. Ja pra, edhe djati ka fillu me u shkri, ju thash që është djati i butë. Ja, ta kthejmë. O zët, ja. S'ka koment. Ja, me qenë se kjo djatë na është shkri më shumë, ta vendosim ja kështu në mes. Tani, do të marim tigulljen. Ja pra. Peston nga djati ricotta, ta vendosim ja kështu. Si për djathit, ja. Ja, e kemi full pistachio. O zë çfarë arome po vjena. Dhe do ta hapim për moninin me o zë çfarë arome, a? Ju thash ma herët ka bërgjilok të freskët, ua rekomandoj ta keni gjithë se cilin në kuzhinat e juaja, ja pra. Ja, do të vendosim nga pak shto. Dhe tani do ta mbyllim mirë. Djathi tjetër që na është shkri, do ta largojmë, ja kështu. Ja kështu, opa. Ju thash që kemi një kapak. Por, fillimisht, do ta marrim sendviçin, sepse buka më herët që është, ja kështu. Hajde kamera. Ja. Wow, ja, shini sa mirë na është reshk, ja. Dhe tani, me kapak, do ta ndihmojmë që të na ngjitet. Ja kështu. Ta shtypi me kapak. Atëherë, sendviçi për të ftuarin është gati. Ja pra, një sendviç i thjesht, shumë i mirë. Ja kamera, mund ta marrësh. Valla, qysh për shokë e djatë këtu, edhe bukën këtu, po më hidhe tashun e mangër si sendviç. Ue. Shëndetje Ana. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Si u fute? Duke rrotullua. Duke u rrotullua. Wow, ja pra, kjo është spektakël. Qenka. Ha? I veçantë. A, po e provon? Okej. Hajde. Se kemi mua ullë, po ma si na hinë në kuzhinë. Hajde, që edhe djathi. Hajde, djathi, djath special. Gjumë shindurë se Për me? fenomenal.